Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Apostulli Paul bëri një listë të frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, Dr. Youssef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurinë, gëzimin dhe paqen. Hello listening friends, what a joy it is to know that you are there hearing this program. Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin ton. And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit. Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës. We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit. E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit. And we looked at love and joy. Dhe pam dashurinë dhe gëzimin. And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace. Dhe paqja është fryti i tretë i frymës. Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person? A je gjetur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër? Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are. Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty. What go through your mind? Çfarë të vjen në mendje? Do you wish him ill? Uron për të që të sëmuret? Do you hope he will fail? Shpreson që ai të dështoj? Does your attitude toward this person change? A ndryshon sjellja jote karshi këtij personi? If that's what you do you know what is happening to you? Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur? You have become infected with a deadly virus called envy. Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi. And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace. Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmisë është humbja e paqes. In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time. Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë. No wonder Proverbs 14:30 tells us. Nuk është çudi që fjalët e urta 14:30 na thonë: A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi i brejtës i kockave. For those of you tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit. Për ata që na ndjekin për herë të parë në këtë program, kemi nisur një seri mesazhesh për frytin e frymës. So far we have discussed love and joy. Deri tani kemi diskutuar për dashurinë dhe gëzimin. And today we come to peace. Dhe sot vim tek paqja. In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh. Në fakt tek Galatasit kapitulli 5 Pali e cilëson xhelozinë dhe lakmin si punë të mishit. Let us read Galatians 5:19-21. Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5 vargu 19 deri 21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjëra të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit. Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës. And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say, Dhe japse Pali vazhdon dhe dha thot në vargu 21 kapitullit 5 të Galatasve. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
Envy is like a virus. Lakmia është si një virus. That virus causes you to resent people for what they have which you don't have. Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjërat që ti nuk i ke. A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90s as the age of complainers. Së fundmi, një revistë përhapur gjërësisht e pakzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve. Complaining is often the product of envy. Ankimi shpesh është produkti i lakmisë. Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything. Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë. Not necessarily. Jo me do e mos. King Ahab of Israel had everything. Mbretja Shabi i Izraelit kishte gjithçka. But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy. Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia. He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man. Ai vari turin derisa gruaja e tij lig mbretresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriun e gjor. And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband. Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të lig dhe lakmitar. It is not only those people who have nothing who are envious, Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë, but those who have everything. por ata që kanë gjithçka. You will find the story in your Bible in 1 Kings 21, 1-24. Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24. There are some people who have everything and yet they are envious. Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar. And yet I have known people who had very little in terms of material possessions, and yet they are contented and had the peace of God. Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotërime materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin. My listening friends, please listen to me carefully. Të nderuar dëgjues, ju lutem më dëgjoni me vëmendje. Envy has nothing to do with what you have. Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke. Envy is an incapacitating virus. Lakmia është një virus që të shndërron në të paaft. Envy is a dilapidating virus. Lakmia është një virus shkatrues. Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions. Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të smbrapsen në sjellje dhe shprehjet e tyre fëminore. Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder. Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, kur lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau. And until he repented, he lost his peace. Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua. You will find this story in 2 Samuel chapter 11. Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11. Envy always causes strife and loss of peace. Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes. Make no mistake about it. Mos u gaboni për këtë. Write it down. Shkruajeni. In fact, the Greeks had a goddess named Iris. Në fakt, grekët kishin një perëndesh që e quanin Iris. Let me tell you about her. Më lejoni t'ju flas për të. Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy. Iris ishte perëndesha që i nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia. And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy. Dhe ja pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmëron vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia. Why? Pse? Because they knew that this was how you could lose your peace. Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj. But then there is another virus that infects so many people. Por ka dhe një virus tjetër që infekton kaq shumë njerëz. And it produces the same results as envy, Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmis, which is the loss of peace. që është humbja e paqes. This virus is anxiety. Ky virus është ankthi. Let me define anxiety for you. Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin. This is the way I am using the word in this message. Kjo është mënyra që unë po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm. Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se, nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer. I want to repeat that. Dua ta përsëris. Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great. Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se, nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer. Let me tell you about Mary and Martha. Më lejoni t'ju tregoj për Marinë dhe Martën. Mary and Martha were sisters. Maria dhe Marta ishin motra. Both loved the Lord Jesus. Të dyja e donin Zotin Jezus. Both sought to please the Lord Jesus. Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus. Both were believers. Të dyja ishin besimtare. In Luke chapter 10 verse 38 we read, Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojmë. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që e kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal. Sidoqoftë, Marta u shqetësua për gatimin e këtij vakti të përsosur. I mean, it has to be perfect. Dua të them se duhet të ishte i përsosur. She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance. Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur. Everything had to be done just right. Gjithçka duhet të ishte në rregull. Verse 40 of Luke 10, Vargu 40 tek Luka 10. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Por Marta që ishte krete zën nga punët e shumta, The world is searching so hard for the peace of God. bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndis. The word peace is often used by many people, but few truly find it. Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtetë vetëm pak e gjejnë atë. Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ. Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët e Jezus Krishtit. The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ. Gjithë bota kërkon paqen që të kalon arsyetimin, dhe kjo paqe mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin. The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtet Jezusin do ta gjejnë atë. God gave it to his children through his son. Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij. But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world? Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndisë jetojnë një jetë plot ankth dhe lakmi, ashtu si pjesa tjetër e botës. This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life. Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë. Martha was preoccupied with the unimportant, Marta u shqetësua për gjërat e parëndësishme, while her sister Mary sought to spend time with Jesus. ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin. She sat at his feet to learn from him. Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij. Verse 39 of Luke 10. Vargu 39 tek Luka 10, She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. thot kështu: ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ul te këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij. Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace. Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes. I am sure some of you probably are saying, Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë: what does a man know about cooking and housekeeping? e ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë? They are time consuming. Ato të harxojnë kohën, And I agree. dhe unë jam dakord me këtë. This is true. Housekeeping work is time consuming. Kjo është e vërtet, punët e shtëpisë të harxojnë kohën. But not if it is going to crowd Jesus out of your life. Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj. Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable. Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë, është e kuptueshme. But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong. Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj. I'm telling you that right now on the authority of the Word of God. Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndisë. Jesus said, Jezusi tha:
I am the vine and you are the branches. Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. If a man remains in me and I in him, Nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të, he will bear much fruit. ai do t'jap shumë fryt. Apart from me, you can do nothing. Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë. If anyone does not remain in me, Në qoftë se dikush nuk qëndron në mua, he is like a branch that is thrown away and withers. ai hidhet jashtë si shermendi dhe thahet. Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt. Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen. Can you imagine Martha cooking up a storm? A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar, Working frantically and getting more and more frustrated with her sister? duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj? Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes? A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bish të syrit, Watching her sitting there learning from Jesus? duke e parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi? Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven? A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar, duke u grindur tek soba, Feeding the oven with wood and keeping the fire going? dhe duke mbushur sobën me dru që zjarri të mos shuhej? Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode? A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatërrohen nga nofullat? Can't you imagine her thinking, this sister of mine, A mund ta imagjinoni duke menduar, kjo motra ime, she is insensitive. ajo është e pandjeshme. She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not. Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vak të mirë apo jo. She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not. Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dyshemet të pastër apo jo. She doesn't care about perfections and appearances. Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket. Oh, this sister of mine, she's just too spiritual for her own good. Kjo motra ime është pak si shumë shpirtërore për veten e saj. And Martha's anxiety caused her a loss of peace. Dhe ankthi i Martës bëri që ajo të humbiste paqen. And finally she lashed out at Jesus. Dhe më në fund fajsoi Jezusin. Jesus, say something to my sister. Jezus, thuaj diçka motrës ime. Tell her to do something useful. Thuaj asaj të bëj diçka të dobishme. Drum some common sense into her. Jepi asaj logjik të arsyeshme. She is not a perfectionist like me, and that's terrible, Jesus, don't you think? Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu? Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke. Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës. She came to Jesus and asked him, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Ajo ju afrua dhe i tha, Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej? Tell her to help me. I thuaj pra të më ndihmoj. And I want to tell you more about Mary and Martha. Dhe unë dua t'ju tregoj më shumë për Marinë dhe Martën. I want to tell you more about Martha's loss of peace. Unë dua t'ju tregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës. And I want to tell you about Jesus' answer to Martha's envious request. Dua t'ju tregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës. But now we have run out of time. Por tani koha jon ka përfunduar. Until we meet again, Deri në takimin tjetër, I wish you God's richest blessing. Zoti ju bekoft. Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që të kalon çdo lloj arsyetimi njerëzor mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtet Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin ton të erës së ardhshme, Doktor Jusef do të vazhdoj të na flas për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arrijë të shkatrojë paqen tënde dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem ka një zgjidhje, dhe Doktor Jusef do të jetë sërish në studio në programin ton të herës së ardhshme për të na e shpjeguar. Ndaj mos harroni të na ndiqni. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë,
ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjetë 1 dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.